Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ndërkohë që gjesti ishte në tokë, Rozana dhe Laerti shijonin momentin. Ngjarja e mbrëmshme në BIK ka trazuar publikun duke sjellur reagime të pafund. Në rrjet po komentohen më të madhe mos reagimi i Rozanës dhe Laertit, teksa ishin prezent derisa gjesti u godit në transmetim live nga Josefin Marku. Ndjekësit e këtij formati të shqetësuar me banorët që duket se po shijonin pamjet duke mos lëvizur nga vendi. Ndërkohë, disa të tjerë e komentojnë si një shok dhe një ngrirje momentale nga ana e tyre ku nuk kanë ditur si të veprojnë nga e gjitha ajo traumë.